Kiara ndan momente të veçanta nga ditëlindja e vajzës, ja çfarë nuk u pa. Kiara Tito dhe Louise Ailey, një vit më parë u bekuan me ardhjen në jetë të vajzës së tyre, Luna Mari, e cila u bë menjëherë drita e syve të tyre dhe një nga fëmijët më të dashur të publikut shqiptar. Në këtë përvjetor të parë, nuk munguan emocionet, surprizat dhe dashuria e pafund që e rrethoi të vogël nga familjarët, miqtë e ngushtë dhe njerëzit më të afërt të çiftit. Ditëlindja e parë e Luna Marit u kthye në një moment reflektimi për prindërit e rinj, që vetëm një vit më parë nisën një kapitull të ri në jetë, atë më të bukurin, por edhe më sfiduesin, prindërimin. Nga rrugtimi i tyre që nisi para syve të publikut në Big Brother VIP, ku dashuria e tyre lindi mes dritave të kamerave, deri te ditët e sotme ku janë një familje e vogël, por e fortë, Louise dhe Kiara kanë treguar se dashuria e vërtet mund t'i mbijetojë gjithçkaje. Në rrjetet sociale, Kiara ka ndarë disa momente ekskluzive nga festa që nuk ishin bërë publike më parë. Fotot dhe video tregojnë një atmosferë të ngrohtë familjare, me dekor romantik, muzikë të butë dhe buzëqeshjen e sinqertë të Lunës, që duket se ka trashëguar dritën dhe ëmbëlsinë nga të dy prindërit. Në këtë ditë të veçantë, Luizi i ka kushtuar edhe një këngë zemre vajzës së tij, një dedikim i rrallë që shpalos emocionet e një babai krenar dhe të mallëngjyrë. Fjalët e këngës tregojnë sa shumë ka ndryshuar jeta e tij që kur ka ardhur Luna Mari dhe si ajo ka sjell kuptimin më të thellë të fjalës dashuri. Rrugtimi i çiftit Louise Kiara nuk ka qenë gjithmonë i lehtë. Ata janë përballur me dyshime, me presion publik, me paragjykime dhe me shumë prova, por në fund ata dolën më të fortë. Dashuria e tyre u vërtetua jo vetëm në ekran, por në përditshmëri, aty ku nuk ka skenar. Dhe kur në jetë erdhi Luna, ajo u bë lidhja më e fortë mes tyre, një bekim që i bashkoi edhe më shumë. Sot, një vit më vonë, ata janë prindër të përkushtuar, bashkëshorë të përmbushur dhe mbi të gjitha, njerëz që kanë zgjedhur dashurinë si udhërfyesin e jetës së tyre. Luna Mari nuk është vetëm një emër i bukur, por një simbol i një dashurie që lindi në sy të publikut, por që po rritet me rrënje të thella në jetën reale. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!